Hello, 1-2, prova. Po ço bë po pres për punë. Ma bëni një foto me telefon. Unë jam ky apo... Ky është Qerosi. Hajde thuti, unë jam Qerosi. Bravo. Malë që po më gjose, ta kam vrasë në urin këtu. Quna u knëqa shumë, ishte shumë bukur, pak vetë, grupi mbledhur, nga njëherë bëhet puna shumë më mirë kështu. Përshëndetje, unë jam Maria Çikali, roli im është producente e studios. Përshëndetje njerëz mirë, unë jam Matias Ndini dhe roli im në këtë spot komercial që kemi realizuar që ju po shihni si dokumentar është regjisor dhe skenarist. Përshëndetje, unë jam Kosta dhe roli im në këtë spot komercial ishte si asistent dhe prop master. Përshëndetje, unë jam Nertizen Une dhe roli në këtë projekt ishte DOP, ama përgjithësi më të lartë ishte si supervizor i efekte vizuale. Përshëndetje miq, unë jam Endi dhe si DOP-ja e këtij projekti u mora me menaxhimin e pamjeve filmike, po ashtu dhe me rregullimin e skenës në 2 planet kryesore që ne kishim tek skena e studios, po ashtu dhe tek magazina ku ndodhemi në këto momente. Pasi ky rol ka një përgjegjësi më të lartë si në ndriçimin e subjektit, ama edhe ndriçimin e green screenit. Pjesa ime kryesore kishte të bënte me krijimin e projektit, buxhetimin e saj, gjendjes së materialeve dhe sigurisht gjendjes së lokacioneve. Dhe për detyrë kisha rregullimin e skenës, ndihmoja çunat gjatë xhirimeve. Dhe ky ishte një projekt shumë, le të themi, ndryshe nga gjithë ato projekte që kemi hasur. Kishim diçka shumë më të veçantë, që bashkë me DOP-n dhe VFX artistin 3D masterin që ne kemi, duhet të flisnim rrënjësisht për sa i përket planeve të cilat duhet ishin detajuar deri në pikën e fundit për të dalë ashtu siç duhet, pasi puna më e madhe e kësaj reklame sigurisht është në post production. Pasi u desh më tepër punë dhe më tepër shpjegim për sa i përket planeve të ndryshme dhe menaxhimit të çdo skene që ne kapëm në këtë projekt. Neve green screenin na duhej për të bërë një set ekstern, ku do vendoseshin kutia 3D që kryenin një rol caktuar në skenarin e këtij projekti. Ishte goxha e lehtë të punoj me djalin e vogël si fëmijë që është, pak më lehtë se ka qenë të tjera dhe sigurisht Kisha nderin që ta kishim këtë bashkëpunim me profesorin Eritan Liçaj. Si gjithmonë, organizimi nga ana jonë dhe pjesa e stafit ishte shkëlqyer dhe mendoj që produkti në fund do jetë fantastik. Atmosferë këndshme, bashkëpunuese, artistike, me kënaqësi, me pasion. Gjërat bëhen me pasion, edhe me mirë kuptim, pa diskutim që po. Faleminderit për gjithçka çuna. Faleminderit. Shpresoj që edhe juve t'ju ketë pëlqyer po njësoj siç na ka pëlqyer dhe neve duke e krijuar dhe një projekt shumë i madh për sa i përket studios ton, por jo i vetmi. Kështu që bashkë do të shihemi në episodet e radhës. Fikë më çashi.